Përshëndetje të gjithëve. Shumë faleminderit që jeni mbledhur këtu sot. Jemi në qarkun e Fierit. Kryeministër, të falenderojmë për kohën që ke vënë dispozicion për këtë takim. Ndodhemi në Bashkinë e Lushnjës, në zonën e Krutjes, në zemër të Myzeqes, një nga njësitë më të fuqishme prodhuese bujqësore dhe padyshim një nga vendet me njerëzit më punëtor, të cilët e kanë bazuar jetën e tyre dhe kontributin e tyre tek bujqësia, por padyshim edhe kanë provuar të gjithë mbështetjen që qeveria shqiptare i ka dhënë bujqësisë në 12 vitet e fundit. Kemi zgjedhur këtë ferm, kryeministër, pasi dy burra me eksperiencë të ndryshme në jetë, siç është Erion Bufasi dhe Afrim Çela, kanë vendosur të bashkojnë forcat. Erioni e ka nisur vetëm me 2 dynym dhe sot ka 30 dynym, ose ndryshe 3 hektar, dhe së bashku me Afrimin bëjmë 5 hektar në total. Ajo çka është e rëndësishme, ata e kanë provuar prej kohësh të gjithë skemën e mbështetjes dhe subvencioneve, duke përfituar nga kjo skem, kanë mbështetur ndërmarrjen e tyre mbi skemat e bujqësisë ndër vite. Këtë vit ata madje janë duke pritur të kanë aplikuar edhe për mbrojtjen biologjike, që paketa e mbështet me 70% të fondeve dhe është një nga subvencionet më të rëndësishme që ne kemi, por mbi të gjitha e kemi zgjedhur edhe për një arsye tjetër, kryeministër, sepse si Erioni, ashtu edhe Afrimi kanë 2 djem. Erioni ka një djalë i cili është akoma 17 vjeç dhe quhet Leo, dhe Leo ka vendosur që të punojë me babain bujqësi, ndryshe nga një pjesë tjetër të rinj që nuk është se preferojnë shumë bujqësinë, i duket punë e vështirë, dhe Leo ka vendosur që të bëhet agronom madje. Ndërkohë që Odisio është 22 vjeç dhe është i biri i Afrimit, gjithashtu tashmë ka kohë që ka hyrë në bujqësi dhe mendon që e ardhmja e tij është këtu në Shqipëri dhe padyshim po ndjek rrugën e Tjatit. Kështu që unë po ja kaloj fjalën ministrave, Petritit dhe Andisit, për gjithçka që ne duam diskutojmë sot dhe gjithçka që kemi nevojë që të qartësojmë me fermerët tanë, por mbi të gjitha edhe të dëgjojmë zërin e tyre për subvencionet, për skemat që duhet përdorim dhe si do ishte lehtësia më e madhe për ta. Faleminderit.